Në Shqipëri, shoqatat e gazetarëve drejtues të mediave zhvilluan sot një protestë në Tiranë kundër masave të policisë për të penguar gazetarët e gazetës Tema që të hyjnë në redaksinë e tyre. Ata kërkuan që policia të lejojë veprimtarinë normale të reporterëve të gazetës Tema, pasi ajo bazohet edhe në një vendim gjykate mbi konfliktin me autoritetet shtetërore për kontratën e prishur rreth mjediseve të saj. Gazetarët protestues u shprehën se kjo masë kundër gazetës Tema është e motivuar politikisht dhe ka ardhur për shkak të shkrimeve që kjo gazetë ka botuar për korrupsionin qeveritar. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Një grup gazetarësh të shtypit të shkruar, drejtues të mediave të shkruara dhe radio-televizive, zhvilluan sot një protestë përpara mjediseve të gazetës Tema dhe të shtypshkronjës së saj për të protestuar ndaj urdhrit të policisë për të penguar punën në gazetën Tema, duke marrë në mbrojtje një objekt të rëndësishëm të veçantë të shpallur me vendim të Këshillit të Ministrave. Mendoj që historia është e vjetër, tu s'ka asgjë të re. Detyrohemi të mblidhemi në mbrojtje të fjalës lirë, sepse kemi po ata politikanë që e kanë luftuar fjalën e lirë, sa herë që ajo denoncon korrupsionin e qeverisive të tyre. Kemi po të njëjtin Sali Berisha që këtë gjë bëri me kohën tonë. Vite më parë dhe këtë gjë po bën me gazetën Tema sot. Kjo të kujton skenat që ndodhin vetëm në Rusi, që ndodhin në pushtetin e Putinit. Unë do doja të thoshja që ky është një aktmarrje shumë primitive dhe shumë emocionale, në një kohë nuk ka fare racionalitet, nuk ka fare arsye, sepse në çfarë ndodhi rrethanet, Dobi Berisha duhet ta ketë parasysh se një gazetë mund ta mbyllësh për 2-3 ditë, por nuk mund ta shkëputësh nga tregu. Ne kemi një akt pa precedent ku qeveria nuk respekton rreth para një vendi gjykate. Për sa i takon aspektit ligjor, veçanërisht gazeta Tema, por të referohemi kësaj në periudhën e fundit është një kritike me kabinetin Berisha dhe kryesisht me gjithë politika qeverisë të tij. Konflikti i lidhur me këtë çështje vazhdon, ndërsa puna e gazetës Tema dhe redaksisë së saj është vështirësuar jashtëmase, jo vetëm sepse ata nuk mund të hyjnë dot në zyrat e tyre pranë kompjuterave të shkrimit të radhës, por e kanë pothuajse të pamundur që të zhvendosin shtypshkronjen në një mjedis tjetër. Për zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.